Rrjetet sociale dhe armiqësia politike. Një studim I ri nga fusha e shkencave shoqërore ka treguar se përdorësit e rrjeteve sociale përjetojnë më shumë armiqësi politike në vendet ku ka më pak barazi ekonomike dhe më pak demokraci. Kjo do të thotë se tensioni që shfaqet online nuk është vetëm produkt I platformave, por edhe pasqyrim I klimës më të gjerë politike dhe shoqërore. Ky përfundim është me shumë rëndësi për kohën në të cilën jetojmë. Shpesh mendojmë se rrjetet sociale krijojnë vetë polarizimin, por ky studim sugjeron se ato dhe e pasqyrojnë atë, kur një shoqëri është e pabarabartë dhe me institucione më të dobta demokratike, gjuha e urrejtjes dhe armiqësia politike mund të shfaqen më fort edhe në hapësirën digjitale. Pra problemi nuk është vetëm teknologjik, por thellësisht shoqëror.